Këtu në gjatjeta, uroj t'jeni mirë. Miq të dashur, sot në gjithë mediat e Shqipërisë, portale, televizione, gjithçka të kontrolluar, të lirë, të pavarur, të majtë dhe djathtë, është pushtuar një debat i madh që është përse nuk bie ende Edi Rama, a do të bjerë, kur do të bjerë, kur ikën Belinda Balluku, e ka shitur Belinda Ballukun apo nuk e ka shitur Belinda Ballukun, po e mbron apo po bën sikur po e mbron, luftë civile brenda Partisë Socialiste, opozita e dobët, pjesa më e madhe e analistëve kanë dalë në për portale dhe në për studio televizive që kontrollohen të gjitha nga Edi Rama dhe po bëjnë një betejë të madhe e cila është sa kushtetuese është kjo që ka bërë GKK-ja në lidhje me Belinda Ballukun. A është kushtetuese që të pezullohet të zvëndës kryeministria, një njeri që ka një post politik, nesër pas nesër mund vi gjykata dhe të largoj ministrat, apo të largoj dikë tjetër që e ka emëruar Edi Rama. Edi Rama është i zgjedhur. Edi Rama bëri nga ana tjetër skeçin që unë nuk e lëshoj Belinda Ballukun, mjaft spaku me këto goditje, unë do ta çoj çështjen kushtetuese, neti 8 orë atje hëngrën delivery me Ulsi Manjën dhe me Belinda Ballukun. Në fakt, çfarë fshihet pas gjithë kësaj? Çfarë duhet dinë shqiptarët? Përse realisht po bëhet ky skeç, ky teatr, dhe çfarë fshihet pas perdes? Dhe pyetja më e madhe është përse nuk bihen? Pyetja më e madhe, kur do të bien, nëse do të bien, pse nuk bien tani, kur do të bien? Dhe e katërta që është më e rëndësishme, cili është plani i SBA-ve në Ballkan dhe pse amerikanët në thelb duan ta ndrojnë këtë elitë politike? Ç'u intereson atyre? Këta janë të korruptuar, ata që kanë qenë janë të korruptuar, kanë 34 vjet. Këto janë pyetjet e mëdha të cilat duhet të marrin përgjigje dhe të kuptojmë me racionalitet nga një kanal nuk është televiziv, por kanal YouTube i shumë i rëndësishëm i cili duhet t'i sqarojë shqiptarët dhe po përpiqemi çdo natë t'ju sqarojmë në mënyrën më të qartë të mundshme. Miqtë e mi militantë të dashur, unë nuk i urrej partitë tuaja. Unë e di që ju keni ngrënë dhe keni pirë, jeni fryrë një pjesë si derrat dhe një pjesë jeni të tradhtuar. Keni vjedh, keni grabit, i bëni fresk partisë sepse ju ka ushqy 30 vjet. Dikush e ka ushqy më shumë, dikush e ka ushqy më pak. Mua nuk më intereson fare se kush je ti, as si militant, as si njeri i neveritur që ke hyrë në YouTube. Mu më intereson ajo pjesë tjetër, e shëndetshme e shqiptarëve, e cila nuk ka grabit nga lekët e shqiptarëve. Mos u mërzit shoku dhe shoqja militante, zotnia dhe zoti militant. Mos u shqetëso nga kjo që unë po them, sepse unë ty nuk të kam llogari fare. Unë kam vetëm një hall. Hallin e Shqipërisë dhe hallin e këtyre njerëzve të cilët nuk janë të implikuar sikurse ti dhe sikurse klubi i madh i derrave që kanë hëngër nga pasuria e këtij populli, kanë mbajt nga 3 dashnore, kanë ble nga 4-5 makina, kanë ble shtëpia, kanë bërë pushime 7 herë në vit, i kanë eurot stiv, kanë rregullu kalamajt e kalamajve. Jo, ju mund të shqetësoheni, por nuk e keni vendin këtu, po flas për atë popull i cili i është thith gjaku. Dhe unë jam në fushën time, jam shumë i qetë, sepse po diskutoj me kategorinë time, me kategorinë që kur nuk ka prek një cent të shqiptarëve, kur ti kuptojmë gjëra tani, sepse të gjithë ata që janë me rrogë dhe me bordero tek establishmenti i vjetër i keni natë për natë në për studio. Të gjithë po bëjnë në korë. Nuk lejohet largimi e Belinda Ballukut se kështu e thot kushtetuta, kështu e thot ligji, dhe ata e din qartësisht që kjo është një bandë super hajdute që ka vjedh aq shumë sa që gjithë Shqipëria e di. Megjithatë, për pjesën e derrave që kanë ngrënë dhe kanë pirë si derrat nga këto shushujza që quhen establishmenti i vjetër politik i Tiranës, kanë avokatërit e tyre. Dhe pjesa tjetër e popullit që nuk di nga shkon, duan t'i mbajnë të errësuar dhe duan t'i shkatërrojnë proceset e tyre të menduarit.
Kjo është e palishme, ajo është e palishme, kështu kushtetuta, kështu ligji e tha Rama, ka bërë konsult juridike për mbrojt kë. Një njëri e cila ka vjedh qindra miliona euro, i ka bë dëm Shqipërisë. Dhe për një establishment të vjetër, hajdut anti-shqiptar që ka krip Shqipërinë në korupcion e dije gjithë Shqipërinë. Tash më të vim ke loja çfarë po luhet. Pse nuk bin këta? Pse nuk bie Edi Rama? Pse nuk bien pavarësisht se krijohen skandalet e mëdha? Duhet keni parasysh shpiq. Për të rënë ka disa mënyra. Ose duhet plotësohen kushtet kushtetuese dhe ligjore që të bish, të humbë shumica parlamentare, ose do të humbasësh mbështetjen e ndërkombëtarëve, të mëdhej, dhe ata të bëjnë presion që të largohesh, ose do të ketë opozit, presion shoqëror nga poshtë, e cila të thotë zhduku nga aty, rrethohet kryeministria, populli zbret në fush dhe thotë zhdukuni. Këtë nuk e bën dot kjo opozit që kemi tani. Pse? I pat kanë dalë ke emailët dhe përgjimet dhe SMS-t me Belinda Ballukun, ku një deputet i rëndësishëm i partisë e keqja më e vogël del dhe i kërkon pare berberit, vartësit të Lubis që e quajnë ata, Lubi Balluku, vartësi i saj hajduti berberit, kërkon deputeti i rëndësishëm i opozitës kërkon pare na jep ca lek të bëjmë fushat, ky i thot nuk ka lek se s'po performoni mirë, ky i thot nuk po performojnë mirë sepse nuk kemi lek me bë fushat, me bërë opozit, nuk la vit njerëzit, nuk kemi lek. Tashmë, pjesa tjetër e popullit është në YouTube, është në Facebook, është në TikTok, është në rrjetet sociale. Tani ta kuptojmë rastin. Ore kreshnik, të gjithë këtu kanë dalë, ky është Amerika, ai është Amerika, ky flet në emër të Amerikës, ky në emër të Amerikës, ky po na flet nga Amerika, ky na flet në emër të Amerikës, dhe amerikanët heshtin. As kanë ambasador, as kanë dërgu ambasador që të flasë në emër të SBA-ve, sigurisht është zonja Varnhorn, është e ngarkuara me punë, ajo kryen funksionet e ambasadorit, por ambasador në termin klasik të ambasadorit nuk ka. Çfarë është kjo? Kjo do të thotë shumë shkurt. Amerika në këtë periudhë tranzicionale që po ndodh në Shqipëri nuk ka dëshirë të prononcohet për atë që po ndodh. Nuk do të jetë lojtare me nivel të parë, aktore e nivelit të parë, po e lëviz lojën nga rrogosi. Bukur shumë. Po si është duke u gatuar kjo lojë dhe si do të ikin këta? Populli nuk e largon dot Belindës, është miliardere, as Edi Rama, as Berishën, as këta. Opozita e ka të qartë që nuk nxjerr dot popull, nuk ka më fuqi, nuk ka kredibilitet, nuk ka. Ata që kanë rrethuar doktorin e kanë rrethuar dhe po presin që t'iki Berisha. Po presin, po shqyn njëri tjetrin kush do marri PD-n, mbasi t'iki Berisha, se din që do iki Berisha. Sa do që ti duhet Ramës, do vi një ditë që Berisha do iki. Këta nuk kanë ndërmend se kur vjen PD-ja në pushtet. Pse? Ata thonë, këto çunat dhe gocat që rrinë rreth e përqark Berishës, këta që ja hynë ndru demokratëve kur bënin protesta, dhe pastaj u penduan, ja solli Rama Berishës aty. Çfarë thonë ata? Ata thonë, ne nuk kemi për të ardhur në pushtet se na sjell populli, këta langaraqet, ata ju dhe mua na thonë langaraq. Kështu u mendojnë ata. Se janë elitat e prodhuara tek kremi Nivea. Elitat me krem Nivea dhe me lubrifikant. Çfarë thonë ata? Ata thonë, ne jemi vdekje pavarros, ne nuk vim dot në pushtet, se ata e din, edhe Gazbardhi edhe ato fytyrat ju i dini që i njihni rreth e përqark Berishës, ju e dini shumë mirë që këta janë kufër rreth Çameti, nuk i shef dot njëri me sy, jo nga populli i gjithë, po nga demokratët. Rama është rahat deri tani, sepse i intereson një Berishë i dobët. Dhe Berisha është në trurin e tij duke bërë matje bashkë me Ramën
A do të bjerë perëndimi apo jo? Kur e shohin që zbi perëndimi kollaj, thonë ne do ikim, po do ikim që do ikim, po të bëjmë gati trashëgimtarët, ë? Kush do na zëvendësoj nga mbrapa që të jemi prapë në kontrollin e lojës së re, sepse miq gjithmonë kontrollojnë ata që kanë para. Fukaret nuk kanë për drejtu në herë, kjeni parasysh këtë, është rregull më i vjetër se sa bota, më vjen keq që e them. Këto historit me liri, me demokraci, këto janë pralla, miq. Bota është luftë klanesh. E keni pa ku ka demokraci më të madhe se Amerika. Clintonët duan trashëgimi, Bushët trashëgimi, Trump trashëgimi, gjitha ne trashëgimi. Në Francë drejtojnë disa familje aristokrate drejtojnë Francë. Në Greqi janë disa familje aristokrate politike të vjetra që drejtojnë Greqinë. Rusi, Putini po bën gati trashëgimtarin e vet. Në vendet arabe, vendet e lindjes mesme, të gjitha ose monarki me trashëgimi ose presidenciale me trashëgimi, iku Asadi, erdhi i biri, iku Husni Mubareku në Egjipt, donte të vinte i biri, e hoqën amerikanët, s'erdhi më, ishte Kadafi, donte të binte të birin, e vranë, e hodhën kosh. Pra bota funksionon me klanet të mëdha, me familje të mëdha dhe me lekarë të mëdhej. Kush ka paran, ata vendosin, miq. Fukaret nuk vendosin ndonjëherë, miq të mi të dashur. Fukaret do të vendosin kur të kenë power, kur të kenë pushtet. Kur kanë pushtet fukaraj? Pushteti i fukarajt është dituria dhe informacioni. Mos e harroni kur këtë. Pra, ti nëse je fukara, nuk je i pa shpresë, mikuj. Ti duhet bësh betejën e informacionit. Sa më i zgjuar ti jesh, sa më i mençur ti jesh, sa më i pastër ti jesh, sa më i fortë ti jesh, sa më lojtar ti jesh, sa më i klanizuar me të mirën të jesh, aq më shumë të rritet vlera në tregun ndërkombëtar, sepse do të hysh në lojë, pastaj si lojtar, jo më si fukara, jo si varvanjak. Pra, pushteti yt është dituria, informacioni dhe zgjuarësia, trut. Nuk ka problem se s'ke lek në xhep. Lekët janë plehrat e kësaj bote. Lekët janë plehrat e kësaj bote, llumi i kësaj bote janë lekët. Sot nuk i ke, nesër i ke, nuk është problem fare për lek. Problemi është ke trut. Këto o i ke, o nuk i ke. Tashmë, ne fukaret, ne me gjithë ju, duhet të bëhemi të fortë. Si bëhemi të fortë? Duke u bërë të mençur dhe duke kuptuar lojën e këtyre. Elitat e Tiranës e din që nuk e shëmbin dot Amerikën dhe e din që goditja nuk i vjen nga Altin Dumani. Dhe Altin Dumani dhe çunat e gocat e Spakut nuk kanë fuqi, miqtë mi, me respektin tim më të madh për Altin Dumanin dhe për çfarë janë atje, kush nuk ka bërë pisliqe ndaj shqiptarëve. Miqtë mi, Altin Dumani me gjithë këta çunat dhe gocat shqiptar, asnjë gjëmb nuk i hyn Ramës dhe këtyre hajdutëve. Nëse është në dorën e Altin Dumanit. Ata e din, edhe Rama, edhe Berisha e din, i humbën dy lojtar, Ilir Metën dhe Erion Velin. Ata e din që këtyre do t'i vijë radhë. Dhe kjo goditje nuk është nga Altin Dumani, as nga Spaku. Tashmë Rama dhe Berisha nuk i bin dot Amerikës, se do tope t'i bish Amerikës, do t'je shumë i fortë. Ose do t'je shumë i pastër, kristal, këta të pastër s'janë. Se Amerika i lë edhe ata që e kundërshtojnë, edhe ata, se kanë ardhur ca komunist nga Amerika, i ka çu sigurimi Enver Hoxhës, i ka çu në Amerikë dhe flasin në emër të Amerikës, që thonë, ti pusho, ti hesht, ti mos kritiko. Ku është kjo? Kjo s'është as ke partia komuniste kineze. Këto e bin këtë në emër të Amerikës, kuptoni ju? Është film i madh, është rene madhe, do t'ju shpjegoj. Nuk do ju marr shumë kohë. Dëgjoni me kujdes, sepse kjo që po flasim është pushteti i vetëm i yti, të cilin unë po ta jap si investim për shpirtin tim, unë po e bëj investim për shpirtin tim dhe shpresoj të të hap ty mendjen, dhe duke të hap ty mendjen, unë besoj që kam investuar për shpirtin tim ditën që do vdes.
E kam bërë një gjë, qa i kam fol, i kam tregu, i kam hap trut. Dhe duke të hap ty trut, duke të mbush mendjen, dhe duke të sqaruar gjërat si funksionojnë, unë të kam bërë të pushtetshëm, të kam bërë të pasur. Prandaj ju them, nuk kam dalë këtu të më gjoni për sevap. Ti nuk më gjon mu për sevap. Ti më dëgjon mua vetëm në një rast. Nëse mendon se kur do ta dëgjoj Krishnik Osmanin, unë përfitoj dhe mësoj diçka. Nuk më gjon ti mu për sevap. Kush më gjon për sevap, të hapi krahun, zhduket nga këtu, nuk kam unë nevojë për sevapin e kërkujt. Unë mendoj që po t'jap një vlerë. Vlera është, sot nuk është vetëm paraja. Vlera është me të mësu diçka që ti nuk e di. Në qoftë se e di ti, ma mëso mua që ta mësoj unë për te. Ka që thjesht. E di Rama dhe Berisha dhe Balluku dhe të gjithë që kjo është goditja amerikanëve. Çfarë po bëjnë analistët në për studio? Duke përfitu nga e drejta e lirisë dhe e fjalës dhe për t'i kthy përgjigje mira eurove që marrin në muaj për të dalë në për këto banaqe televizive në për darkë, janë para që u jep establishmenti i vjetër, Rama Berisha. Të gjitha studiot e mbrëmjes janë me dirigent, miq, nuk del atje rastësisht. Ti do thush kështu, ti do thush është antikushtetuese, ti do godasësh këtë, ti do bësh dimensionin juridik, ti do të thush kemi godit kushtetutën, ti do të thush Belinda Balluku është e pafajshme, ti do të thush mund të jetë e fajshme, por nuk ka një fajt madh derisa të provohet faji, dhe kështu me radhë, kështu ndahen rolet. Këta janë borxhli. Nuk ka problem, edhe si kur ta din që kjo është floja e Amerikës dhe goditja e Amerikës, këta nuk kanë nga ta mbajnë, sepse janë kamikaz, do paguajnë këstet. Do paguajnë këstet e shtëpisë tyre, do paguajnë këstet e bankave. Po ju hiku rroga, i hikën shtëpia, i fluturon, ja merr banka shtëpinë, janë të kapur, janë me kredi nëpër banka. Për të la kredin do shkosh ke Edi Rama, do marrësh zarfin në fund muajit. Por ai nuk të lë. Nuk të lë ai po s'dole në televizor ndar për darkë thush. Atë që don ai. Rama tani është kodosh i madh. Çfarë po bën? Shqiptarëve u thot do të vazhdoj dhe me jam i fortë. Ndërkohë Rama e di që ky presion dhe këto goditje vinë vetëm nga i burim. Janë amerikanët. E di ai që nuk ka këllë që Altin Dubani ta bëj këtë punë. As pak. Janë pralla këto. Këta i bin spakut sepse kanë frikë t'i bin Amerikës. Nuk guxojnë ta bëjnë këtë drejt për drejt. Ose nxjerrin njerëz që janë niveli 2 apo 3, do thonë shajeni ju Amerikën, por ne duhet ta mbrojmë në publik, se ne jemi të mëdhtë, do ta shani ju. Dhe ne i themi Amerikës, shikoni, nuk ju duan më në Shqipëri. Bukur shumë. Tani dikush humorist, patronazhist, më thot mu, ore ti pse bën ti sikur flet nga departamenti i shtetit. Jo, unë nuk flas nga departamenti i shtetit, as jam i Amerikanëve, as flas në emër të tyre, as nuk përfaqësoj. Unë jam kryetari i Lëvizjes Dheu, një njeri i cili ka hap një akademi gjeopolitike këtu, i mësoj shqiptarët duke bërë analizë. Unë nuk jam hajvan sikur se ti, shoku patronazhist. Ti je pi edhe hy në tualet, ti je tup shkarkimi nga frigoriferi deri në tualet dhe të kapësh në i miel që të shfrysh ngarkesat tuaja të testosteronit. Unë mendoj dhe bëj analizë, pra unë nuk jam përfaqësuesi i Amerikës. Unë analizoj që bën Amerika, sepse analizoj lojën e madhe, merre me gjeopolitik. Prandaj shoku patronazhist dëgjoj me kujdes sepse unë të pasuroj edhe ty duke t'i mësuar këto gjëra. Rama dhe Berisha nuk bien. Pse? Amerikanët miq duan që ky sistem të shëmbet, duket qartë. Po pse e bëjnë? Çu duhet atyre që të bijë sistem? Po pasaj se po vidh kanë shqiptarët, po vidhen, nuk po vidhen amerikanët. Do pyesi dikush aty. Po i plasi Amerikës se çfarë ndodh në Shqipëri, mund të thotë dikush tjetër. Do t'ju ja shpjegoj tani. Një, Amerika ka interesat e veta këtu në Ballkan. Dhe në Ballkan sot ka luftë gjeopolitike të hapur.
ndërmjet Kinës, BE-s, Amerikës dhe Rusisë. Kush të marri Ballkanin. Ka dhe lojtar nën kontraktor, është Gjermania, është Greqia, është Italia, është Turqia, të gjithë duan pjesën dhe llokmën e vet. Amerika thot, unë jam dirigjenti. Kush do më prishi lojën time, unë do ta nxjerr nga loja. Po mirë, si prish Edi Rama lojën e Amerikës? Këta 34 vjet kanë bërë çka ka dash Amerika, do më thot dikush tjetër të komentet. Pyetje shumë e mëndshur. Po ata kanë bërë dhe nuk guxojnë, as mund guxonin, as do të guxojnë në të ardhmen të bëjnë diçka ndryshe nga ajo që i thot Amerika. Problemi është se Amerika do të ruaj sistemin, miq, sepse Amerika vetë është sistemi. Është ruajtja dhe gardiania e hemisferës perëndimore, përrjedhoi ruan interesat e saj, duke ruajtur dominancën e saj tek vendet që pretendon se janë i ka aleate. Shqipëria nuk është vend humorist, Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe çfarë ndodh? Goditja e elitave politike, e Ballukut, e Erion Velis, e Edi Ramës, e Berishës, nuk bëhet sepse nevojitet në një demokraci e madhe për të qeverisë botën. Nevojitet sepse interesat e tyre goditen në thelb. Një, sepse mungesa e kredibilitetit në popull për leadershipin politik i han akuzat Amerika, siç i ka hëngër tani, ju i keni mbajt këta hajduta 32 vjet, ju duhet i hiqni, sepse ata e din, Amerikanët e din, që ky popull s'ka fuqi me i heq. Si ti heqesh, nxjerrësh atje 50 fukare, ku ti nxjerrësh? A pat që i thonte deputeti i partisë e keqja më e vogël që i thonte Berberit, Varësit Ballukut, na çoni në i lek të bëjmë opozita që të duket sikur pozihemi. Dikush mund të më thotë Kreshnik mos ja fut kot, se nuk ka mundësi tani të themi që Berisha dhe Rama që nga bashkë. Tani mos luj mend shok Kreshnik. Ja ju a them unë si është puna. Miqtë e mi të dashur, Berisha pas një diskutim që ka dëshirë vetë të vinë pushtet, nuk i intereson që tjetë Rama. Por ku është Rama? Ku është filli i bashkëpunimit? Ku është filli i bashkëpunimit? Rama dhe Berisha, miqtë e mi të dashur, shqiptar të dashur në Shqipëri, në diasporë dhe kudo që gjendeni, Rama dhe Berisha në thelb e kanë konfliktin, por është konflikt i kontrolluar, nuk është konflikt i dal nga kontrolli. Që do të thotë, për sa kohë të dyja palët e shikojnë që nuk e mposhtin dot njëra tjetrën, ruajnë status quo dhe një përpallje apo një konflikt formal i cili ruan sistemin dhe ndan të mirat materiale ndërmjet këtyre që janë në pushtet me këta që janë ruajnë monopolin e opozitës dhe Berisha ndaj nuk lejon që të hyj asnjë lojtar i ri në fushë pa lejen e tij sepse thot opozita jam unë. Mua më thot populli dil dhe ti në opozita atje, po unë duhen ja 10 milion euro me hap partin. Dakor? Këtë e hapin ose shërbime sekrete, ose palë të huaja, ose shërbime partnere, ose vënde aleate. Ne e bëjmë dhe do ta bëjmë dhe e kemi bërë deri tani me gjakun ton për çfarë kemi bërë. Ne dim që nuk i shëmbnim dot ata. Ne kemi bërë për t'i treguar botës partnerëve dhe atyre që na urrejnë që ne jemi aty për historinë. Pse flasun për natë këtu bëj gam. Pse nuk e di Kreshniku që këto video nuk e rrezojnë Edi Ramën në Sali Berishën. Ata qeshin. E di mor miq, por unë flas për historinë. Historia është kokfort. Historia është e tmerrshme. Ka precedent. Vjen momenti dhe historia vihet në anën tuaj dhe në anën e popullit, kur ne t'i krijojmë kushtet historisë, që ajo të vijë në shtratin ton dhe në anën ton. Atëherë ne e bëjmë dashuri historinë, të bjerë në dashuri me kohën ton dhe ajo është koha jonë dhe koha juaj. Kur do të hymë në histori, momentin që nuk na refuzon dot as Rama as Berisha, sepse Rama dhe Berisha janë më të dobët se historia e pale pastaj nga Amerika.
dhe lojtarët ndaj gjeopolitik. Kuptua? Amerikanët duan ta shëmbin këtë sistem sepse ai është kthyer në kangrem kancerogjene e cila rrezikon vetë rregullat e sistemit. Populli është neverit dhe kur popujt neveritën, sistemi lart trembet. Ndaj i kapin kopukët dhe i zhdukin nga fusha. Rama dhe Berisha e din që do largohen. E din. Çfarë po bëjnë, pse po bëjnë rezistencë dhe pse nuk po bien, se ka njerëz që u plasi shpirti, më thonë natë për natë. Na e nxit jetën, jo largohet sot, jo arrestohet nesër, jo ikën në sot kur do iki, kur s'do iki. Miq, ne nuk lexojmë filxhan. Ne provokojmë me mesazhet tona, provokojmë situatat dhe lëkundim historinë në mënyrë që të bjerë rënoja e establishmentit të vjetër hajdut antishqiptar. Përse nuk bien tani? Nuk bien sepse një, Amerikanët që po godasin nëpërmjet spakut, po u aheqin kamalecët një nga një edhe po u aheqin patericat një nga një. Pse po e bëjnë kështu? Pse nuk vin? A kanë të vështirë Amerikanët t'i thonë Edi Ramës në SMS, që mbirqeni nesër, do japësh dorëheqjen, do dalësh në televizor, unë nuk jam më. Jo, nuk bëhet ashtu. Pse? Sepse duhet kur të bjerë, ky do t'jetë tjetri. Dhe kush do t'jetë tjetri? Ata se duhen as Berisha. Berisha priti që ta shpëtonte Trumpi. Edhe hypi në kalin e anti-Sorosit ja 6 muaj. U tha shqiptarëve sot, nesër marr vizën, pas nesër del non grata, çoi Belind Këlliçin duke kap në një fotografi me Trumpin, mori lasivitën, çun valigje me dollar ke lasivita me Fatmir Medini, me Slan kë pa kap atje, deri tani si ka ardhur si përgjigje nga Trumpi. Berisha vazhdon të reklamojë fjalën që mu do mvi përgjigja nga Trumpi sepse do mbajtë vetët me kurajo. Ja dhe pak thot dhe vjen përgjigja se janë ca muhabete po flasin. Pse se këta që rrinë me gojën hap poshtë Berishës, ai duhet i ushqej me diçka. Dhe me çfarë? Ushqej me shpresë që do vi, po vjen, edhe i çik. Ose një lloj tjetër shprese. Jo sot, nesër bëhen arrestimet, jo sot, po pas nesër. Jo nesër, po pas nesër. Këto shpresash, këto lloj ushqimesh janë të dëmshme, sepse rritet pritshmëria e lartë dhe rritet dhe zhgënjimi në proporcion të drejtë me pritshmërinë. Është një lloj si një stomak i boshatisur, i cili lëshon aciditet në momentin kur ti ha çimçakiz. Ti nuk e hëngër bukë, nuk je ushqyer ke 12 orë dhe shkon blen ha çimçakiz dhe për ty mbllaçit çimçakizin. Çfarë ndodh? Stomaku pret urdhër nga truri që po i vjen ushqimi dhe lëshon aciditet. Se po i pret, ti po mbllaçitesh. Dhe çfarë thu ti? Jam pa bukë, po haj çimçakiz, më fillo dhimbja kokës thu dhe po më djeg stomaku. Pse? Është aciditeti. Pse? Sepse është ushqimi i rrem që ti provokon nëpërmjet përtypjes, ti po ha çimçakiz, stomaku s'digjë. E njëjta gjë është dhe populli. Populli gënjehet kollaj, sepse populli ka qef të dëgjoj diçka që ja ka qef veshi, po në fakt ajo është luga bosh dhe kjo është skema. Kjo është skema për t'i mbajtur me lugë bosh. Pse nuk largohen? Sepse Amerikanët po bëjnë rënje të kontrolluar. E keni parë rënjen e pallateve të vjetra? Kur duan të hedhin në ajër këto pallatet e vjetra, i keni pa ato që u dëmtuan nga tërmeti? Çfarë bëhet? Largohen njerëzit, vendoset tritol tek çdo kollon dhe tek çdo themel, bëhen llogarit në mënyrë që kur të bjerë ndërtesa dhe kur të ndodh shpërthimi, të bjerë me njëherë vertikalisht, mos bjerë horizontalisht që të bëj dome kolaterale. Ndaj dhe Amerikanët po e bëjnë, po e kapin, po e rrethojnë lepurin me qerre. Hiq njërin, fut një kamxhik Belindës, një kamxhik Erion Velis, një kamxhik Tit, një kamxhik Beqes,
Fap kam zhik nga PD-ja, fap kam zhik Prishtinia Anarin për Berishën, kam zhik këtu, kam zhik atje, derisa të bjerë dhe të thërmohet kalaja, sepse destabiliteti në këtë moment geopolitik është shumë i rrezikshëm. Destabiliteti në këtë moment dhe vakumi është shumë i rëndësishëm. Dikush mund të bëjë një pyetje, Kreshnik, kush është ai që do ta zëvendësojë kryeministrin Rama apo shefin e opozitës Berisha? Përgjigjja ime e shpejtë, e shkurtër, e sinqertë, e drejtë për drejtë dhe pa propagandë është: miq, amerikanët, ajo që u shoh bashkë me Perëndimin, nuk kanë emra personal. Kanë një proces për ta bërë, jo një emër. Ata po ndryshojnë sistemin, po ndryshojnë emrat dhe do të ruajnë sistemin. Ndryshimi i emrave duke ruajtur sistemin ka nevojë për rënje dhe shpartallim të gradual. Rama dhe Berisha kanë një shpresë të madhe, e cila mund të jetë fati i tyre dhe këmisha e tyre që u lind, që kanë lind nga bargu nënës, që thot populli lindi me këmish, është një skenari vetëm, që lindja, Rusia dhe Kina ta mposhtin tashmë Amerikën me Europën. Në këtë moment ata vazhdojnë qeverisin, nuk i rrezon kush. Dhe as mos prisni asnjë gjë. O rrini edhe nënshtrohuni, ose merrni valizhet dhe largohuni nga Shqipëria. Unë këtë skenar nuk e shoh tani. Nuk kanë mundësi këta që të shohin, nuk kanë moshë biologjike për të prit dhe për të pa se kur do bjerë Perëndimi. Perëndimi edhe nëse bie, doja 50 vjetë. Në qoftë se nuk ka fuqin bot të ndalë më Kinën me lindjen, me Azin, me këto, me BRICS-in, me shtetet e tjera rivale. Ndaj po ju them miq, rënja është e kontrolluar për të ruajtur stabilitetin gjeopolitik. Largimi i personave nuk është për të sjellë persona më patriotë se sa këta, por persona më të kontrollueshëm se sa këta. Këta po presin që të bjerë Perëndimi, por janë të vetëdijshëm që s'bie Perëndimi. Rama i ka shitur të tit të gjithë dhe do t'i shes edhe në të ardhmen, por është duke aktruar që është duke i mbrojtur, sepse don të mbrojë ngrehinën brenda PS-s mos t'i shkërmoqe të gjitha, po luan rolin e balancuesit të klaneve brenda Partisë Socialiste, mos t'i shëmbet e gjithë ngrehina. Dhe duke aktruar sikur po e mbron Belan e ballukëve, ai i jep mesazh të tive që unë nuk ju lëshoj ju, qoftë edhe nëse ju kërkojnë amerikanët, por jam i detyruar që të jap ca lëshime për amerikanët sepse po më bëjnë presion të madh. Të njëjtën gjë është duke u thënë Berisha të vetëve. Bëuni gati, thot, për fazën e re, për fazën tranzitore. Dhe brenda rrethëpërqark Berishës, kjo është arsyeja pse s'ka opozit. Populli sot do të ishte në shesh i gjithë, të rrezohej qeveria. Por ata persona që kanë rrethu Berishën as nuk u plas fare se kur vje PD-ja në pushtet, sa ata i kanë xhepat plot dhe vazhdojnë të bëjnë biznes me Edi Ramën. Ata kanë një hall. Kush do ta marrë dhe kush do ta trashëgojë legacinë Sali Berisha. E kuptuam? Loja dhe përplasja gjeopolitike në Ballkan në këtë moment nuk lejon vakum. Ndaj dhe shpërthimi që po i ndodh elitave të vjetra politike në Shqipëri, do të ndodh një shpërthim i kontrolluar, jo shpërthimi dalli jashtë kontrolli. Ndaj, fundi i tyre është afër, por nuk është me orë as me ditë. Mund të jetë pak më i komplikuar. Vjen një rrinim apo goditje e befasishme e elitës vjetër vetëm në një rast. Në qoftë se amerikanët dhe Perëndimi i kanë alternativat dhe i kanë bërë të gjitha llogarit. Ballkani është arenë përplasjes tani. Të gjithë po luajnë me të gjithë dhe loja dhe rënja graduale ka dhe një efekt tjetër, miqtemi, që shërbimet perëndimore e ndjekin zakonisht. Cili është efekti tjetër? Shpërthimi bëhet gradual, apo goditja bëhet graduale, sepse ata duan të kontrollojnë gjatë kohës së krizës dhe të rënjes
lojtarët që po bien, ku do të shkojnë dhe do të kërkojnë ndihmë në momentin kur janë keq. Dhe kështu edhe i rrëzojnë, edhe marrin vesh se me kë kanë qenë të lidhur, specifikisht sepse ata dinë se me kë janë të lidhur, por me kë dhe si dhe kush janë personat që kanë patur ndërmjetësimin dhe kontaktin me botën rivale të Perëndimit këtu në Ballkan. Kjo është e gjitha, shpresoj të kem qenë i qartë me ju. Ju kërkoj ndjes nëse nuk jam momentet caktuar të jem më i qartë se kaq. Kjo është ajo më e mira që unë di të bëj, përpiqem të jap më të mirën. Ju falenderoj për kohën e çmuar dhe duke ju treguar se zhvillime të tjera të mëdha ka, do t'i shpjegoj në numrin e ardhshëm, siç ju kam thënë gjithmonë. Vazhdoni të qëndroni me ne, bëni subscribe që nuk i keni bërë ende kanalet dhe ndihmojeni pjesën tjetër të fukareve shqiptar, siç jam dhe unë për jush, që ti marrin vesh dhe ti kuptojnë këto skema dhe kështu keni ndikuar që ti pasuroni edhe ata. Kaq për sonte, pjesa tjetër e dini si gjithmonë, vijon në numrin e ardhshëm.